Emri im është Mrika. 52 vjeç, jetoj në fshatin e shkret, Buz Lumit të Thatë. Shtëpinë e kam 2 kaqe, por asnjë dhomë në katin e sipërm nuk ndizet më. Kati i sipërm është bërë stre për merimangat dhe kujtimet. Unë fle poshtë, pranë sobës së vjetër prej guri, bashkë me motrën time të 4 këmbshme, Lenën, një delme që nuk më lë as të bëj nuse. Vdiq buri para 9 vitesh, djalin e kam në Gjermani, vajzën në Tiranë. Në fillim vinin për pushime, pastaj vinin vetëm për Krishtlindje. Tani vinë kur u kujtohet se unë mund të vdes. Dhe në të vërtet, mund të vdes. Jo nga sëmundja, por nga vetmia. Trupi im është ende i gjallë, por lëkura ime ka filluar të haroj prekjen e njeriut. Nuk flas për prekjen e djalit apo të vajzës. Ato janë përqafime të thata, si leje qeni kur mbush tasin me ujë. Unë flas për atë prekjen tjetër, ato net kur trupi nuk do gjumë, por do diçka tjetër. Kur shtroja bëhet e ngjeshtë dhe jashtku duket i huaj. Kur mbyll sytë dhe imagjinoj duart e dikujt që më rokon belin 30 vjet më parë, kur isha ende vajzë në dasmën e malësisë. Jam e turpëruar? Jo më. Turpi është luksi të rinjve. Unë jam plak në trup, por grua në gjak, dhe gjaku im nuk e ka haruar pranverën. Gjithçka ndodhi të martën e kaluar, pasi mbarova së qumshti i vend. Dola në obor për të mbledhur dru për zjarr. Rapi i madh para shtëpisë, ai që kishte mbjell vjeri, kishte hedhur një deg të tërë gjatë stuisë së natës, pa e vënë re askush. Dega ishte e trash sa krahu im dhe e gjatë sa një shtrat martese. Zakonisht këtë punë e bënte buri. Më pas, për 2 vjet, e bënte djali para se të ikte. Tani e bëj unë, por jo dot. Sharën elektrike e kam të rënd për mua. Përpiqem ta tërheq degën zvar. Nuk lëviz. E mbështet me supë. Asgjë. Trupi im peshon 52 kilogram, dega peshon 40. Në pamje të parë duket se mundem, por gjunjët më lëshojnë. Rëzohem në balt. Len vjen e më lopin fytyrën, e përqafoj dhe qaj. Atë pasdite vendosa, nuk dua më të jem e fort, dua të jem e dobët në krahët e dikujt. Dua të ndiej erën e një trupi tjetër pranë meje natën. Dua dikë që më thot, eja këtu. Jo për të kontrolluar nëse kam grën, por për të më marrë për dore. Mora telefonin, hapa Facebook-un në profilin që më kishte bërë vajza para 5 vjetësh dhe që e përdor vetëm për të parë foto nipash. Nuk di të shkruaj bukur, shkrova thjesht. Jam Mrika nga Plana, 52 vjeç. Jetoj vetëm. Dua dikë. Jo për biseda, për atë punë që bëjnë buri e gruaja. Mos më gjykoni se kam kohë që nuk më ka prekur njeri. E postova në një grup që quhet Fshatarët Shqiptar ndihmë shpejt. E dija se do të më cuanin të çmendur. E dija se ndonjë bur i martuar do të më shkruante fshehurazi. E dija se ndonjë grua tjetër do të më shante se pse i turpëroj gratë e fshatit. Por në fshatin tim nuk kam mbetur asnjë grua tjetër. Jam e vetmja. Pra, turpi kujt. Brenda 2 orëve mora 34 komente. Shumica ishin ato që prisja, burra të martuar që shkruanin në privat. Ejat e unë se gruaja nuk është në shtëpi. Të tjerë që më cuanin lop në kërrestar. Por pastër, në mes të gjithë këtij zhurme, një koment më bëri të ndalem. Ishte një burr. Emri i tij në Facebook ishte Shpend M. Pa foto profili, pa miq të përbashkët. Shkruante: Mrika, unë jam 54 vjeç, bujk. Kam 3 vjet që nuk kam prekur grua se gruaja ime vdiq nga kanceri. Nuk di të flas bukur, nuk kam para. Kam vetëm duar të mëdha dhe një shtëpi të zbrazët. Nëse do, vi nesër. Nëse nuk do, mos më përgjigj fare.
Unë nuk kam turp të them se më mungon gjehtësia e një gruaje pranë meje. E lecova 7 herë, pastaj e lecova Lenës. Lena nuk kundërshtoi. Atë natë nuk gjeta gjumë. Mendova për duart e mëdha. Mendova se si do të ishte të mos fleja vetëm. Mendova për gjitha ato net kur përkëdhelja vete në heshtje dhe më pas turpërohesha para ikonës së Nën Terezës që kanë varur në mur. Në 5 të mëngjesit I shkrova. Eja. Shpendi erdhi të nesërme në orën 3 pasdite. Nuk e pash nga dritarja, sepse kisha frikë. Dola në obor kur dëgjova makinën, një furgon I vjetër, me ngjyrë të gjelbër të qëruar. Ai doli nga makina. Ishte më I shkurtër se sa e kisha imagjinuar. Duart I kishte vërtet të mëdha, si lopata. Fytyrën e rudhur nga dielli. Në sy kishte atë të njëjtin zjarr që kisha parë te meshkujt e rinj, por me një shtresë trishtimi sipër. Ne nuk tham shumë. Unë I thash: "Hajde brënda." Ai hyri. Lena na ndoqi. Shpendi u ul në karigen trejdruri. Unë ula ujë me manafera. E pim në heshtje. Pastaj ai tha: "Mrika, unë nuk di të bëj dashuri me fjalë. Unë di me trup. Nëse do të provojmë, provojmë. Nëse nuk të pëlqen, më thuaj, dhe unë I ki dhe nuk kthehem më. Por mos më lër të fle vetëm sonte." Unë nuk ju përgjigja. Zura dorën e tij, e çova në dhomën time. Lenën e lash jashtë. "Len, të lutem, kupto. Kjo nuk është puna jote, nuk do t'ju tregoj çdo detaj. Nuk sepse turprohem, por sepse disa gjëra janë të shenjta. Do t'ju them vetëm këtë. Trupi im nuk e kishte haruar rrugën, as trupi I tij. Ne nuk ishim më të rinj. Ai kërciste kur ngrihej, unë kisha dhimbje në I. Por kur ai më puthi në qaf, aty ku mbarën floku, unë ndjeva diçka që nuk e kisha ndjer për 9 vjet. Unë ndjeva e gjallë. Jo e gjallë si kur mbyllni patate dhe ato mbijnë. Jo e gjallë si kur qumështoni dhen dhe ajo është ngroth. E gjallë si zjarë. Zjarri që mendoje se e kishe lënë të fiket, por ajo rinte nën hi duke pritur një erë. Dhe erdhi shpendi me furgonin e tij të vjetër. Dhe erdhi era. Tani është mëngjes. Shpendi fle pranë meje, fle me gojë hapur, duket si fëmijë. Unë shkruaj këtë histori në telefon sepse dua t'ua them gjithë femrave si unë. Nuk është vonë kur. Trupi juaj nuk ka datë skadence. Nëse ju mungon një trup tjetër pranë jush, mos kini turp ta kërkoni. Rapi atë e preva më në fund, por jo vetëm. E prem bashk, unë dhe shpendi. Ai mbante sharën, unë tërhiqja degët. Pastaj hym brënda, lan duart me ujë të ftohtë dhe hym në shtrat përsëri, sepse toka pret, po dashuria nuk pret. Len, ti e falur, por her pas here të lutem, fle jashtë.